brenda familjes tënde politike. Vetëm një gjë është ato që nuk po gjen dot Berisha një mënyrë si ta ndalojë. Pra i thot nxjerrëzimin, do të përjashtoheni. Jo, i thot i vetë përjashtuar. Je vetë përjashtuar, i thot antarëve se me thënë vërtetën nuk mund të përjashtosh antarët e partisë tënde, aq më tepër ti je në opozitë. Ti duhet i shtosh, ti paksosh. Patjetër. Po i gjen një kur. Derisa Berisha e kuptoi që në fillim lëvizjen e tij dhe bëri analizat e tij. Po, ato po, kishte saktë analizën. Po kur nuk po ja gjen. Është vrarë autoriteti, është vrarë ati. Se ndryshe kur ti shkon që në fillim dhe godet fort dhe kërkon ta arrisësh. Taktik. Kurse, po më taktik, po problemi është që ai nuk i dha zgjidhje tjetër, vetë se të dalësh pikërisht tek kjo deklaratë që kemi sot. E priti kohë doli. Në këtë kuadër, prandaj po them, taktika në vetvete ishte s'parit vej një shishen, pastaj të shofim e bëjmë. Berisha nuk e dha këtë shans. Berisha i tha që këtu shishja të thyet me njerë, bëhet direkt shishe për Molotov për protestën. Dakor, vetëm ka një gjë Lami. Nuk e shans që të rroj shishjet. Unë jam dakord, por ama jam dakord me këtë që Berisha ka kërkuar që ditën e parë ta nxirrte Salianin te kjo pikë. Saliani ama priti. Dhe fletë sot nga Berati dhe çfarë thot sot? Thot që Sali Berisha është më izoluar se kur, dhe nuk e thot rastisht. Patjetër. E thot ditën kur McAllister thot nuk e takoj Sali Berishën. Dhe McAllister flet në emër të Parlamentit Evropian, është kryetar i Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, pra nuk është një person do si do, është një person që PD-ja veti ka shumë borxhe, nga 2017 ka i borxh marrë zoti McAllister. Dhe nga ana tjetër, ai që shkon e takon Sali Berishën, nuk shkon si përfaqësues i PPE-s, po shkon si përfaqësues i Parlamentit Evropian, po shkon si përfaqësues i PPE-s, pra shkon si përfaqësues politik i një komuniteti ku Partia Demokratike bën pjesë, mos gaboj, që në vitin 1991-92. Pra, koherenca e Salianit tregon që ai nuk është më shpatua pas muajit, përkundër dikush tjetër mund të jetë. Sigurisht patjetër, janë disa të vërteta që qarkullojnë në ambientet e Partisë Demokratike. Një vërtet është statuti i Partisë Demokratike që nuk po respektohet. E dyta është izolimi i zotit Berisha, e treta është që zoti Berisha si i tillë nuk arrit dot ta çojë në fitore Partinë Demokratike. Këto janë vërtetë që qarkullojnë brenda Partisë Demokratike. Mirë, po problemi është ku ngecin këto të vërteta. Ngecja e këtyre të vërtetave ndodh brenda strukturave të Partisë Demokratike, brenda deputetëve të Partisë Demokratike, brenda leadershipit Partisë Demokratike, i cili brenda simpatizantëve dhe mbështetësve fanatik të zotit Berisha, që nuk janë pak, të cilët mendojnë që këto të vërteta janë shumë pak raport me vlerën që ka zoti Berisha. Janë shumë pak raport me forcën që ka zoti Berisha dhe janë shumë pak raport me detyrimin që kemi ndaj zotit Berisha. Dhe për sa kohë një pjesë e mirë e demokratëve mbetet në këtë lloj logjike, është shumë e vështirë që ti të mundesh të penetrosh brenda Partisë Demokratike, të detyrosh që zoti Berisha të japë dorëheqje, të futës gjithë strukturat e Partisë Demokratike në votim për të rifreskuar strukturat, dhe gjitha kjo të bëhet me linjën dhe me dirigjimin e zotit Saliani, për sa kohë, deri tani që po flasim, mbetet një lëvizje për të vlerësuar dhe për të mbështetur, por është shumë pak raport me peshën që ka zoti Berisha. Sepse, dhe tani vim në një logjik pak më shumë se kaq, nuk është vendosur pa arsye në statutet e partive politike dorëheqje e parevokueshme. Është bërë për faktin se nuk mundet... Te statuti i ri ka vendosur vetë zoti Berisha. Nuk mundet në çdo lloj partie, edhe në Francë, edhe në Angli, edhe në Gjermani, nuk është e mundur dot që një lider të caktuar të mundësh me votë nëse ai tenton të rikandidojë për shkak të peshës, vlerës, figurës, imazhit. Dhe imagjino, flasim për parti që ka një lloj meritokracie brenda, një lloj imagjino që këto parti tona që identifikohen me individin, që s'mund të ndodhë. Berisha e shkruan vetë dhe e korrigjon vetë statutin sa herë të ketë qef. Për te kësaj. Problemi është që sot në fuqi është Neni Basha, i cili i thot zotit, domethënë kryetarit, në rast se ti ke humbur zgjedhjet, nuk pyet fare njeri nëse ti do të rikandidosh apo s'do të rikandidosh. Ti je automatikisht i shkarkuar dhe nuk ke më të drejtë të kandidosh për zgjedhje. Po, dhe ligjërisht për të rizgjedhur. Pra le të themi, këtu jemi përballë, themi
realiteti që vetë zoti Berisha e ka ngritur me durët e veta, se nuk e detyroi njëri zotin Berisha ta rishkruan të statutin në atë mënyrë. Kjo është logjika dhe interpretimi i ftohtë që ne bëjmë jashtë forumit të Partisë Demokratike dhe jashtë selisë Partisë Demokratike. Brenda Partisë Demokratike, kjo gjë dihet, por askush nuk e çon nëpër mend apo nuk e mendon që duhet bërë. Dhe për sa kohë ekziston kjo frymë, kjo mentalitet, është shumë e vështirë deportosh për detyruar zotin Berisha të vetë dorëhiqet. Dhe në këto kushe, do thoja unë, format për të marrë një leadership të një partije janë dy. O nëpërmjet votës, që janë numra, që vijnë nga mbështetësit antarësia e një partije, o dhuna, ajo e 9 janarit, ku zoti Beko që kam përballë është viktim dhe dëshmitar, ku ti e rrethon dhe e merr për shkak mbështetësve. Në qoftë se ne do vim në rrethanat e dyta, s'ka gjë, nëse ne do vim në rrethanat e dyta që nuk e shohim, patjetër ne do jemi këtu të analizojmë. Pra nuk kemi as tek e para, është një zë i cili qarkullon jashtë selisë Partisë Demokratike dhe i tillë do jetë për fat keq, dhe dy, fluksi që ka zoti Saliani deri tani nuk arrin do të krijojë rrethimin e selisë për ta marrë. Kur ta krijoj, patjetër ne do jemi këtu ta diskutojmë. Atëherë që ky bie të jetë një delegjitimim i legjitimuar me hesht. Jo, ky mund të jetë një tentativë që sot mund të jetë i vogël dhe më vonë mund të bëhet më i madh. Kaq. Jo, po them nuk dënjojnë as ta ndryshojnë paktën për qenë legjitim brenda megjithatë ka një përpiqen të flas me logjikën e gjërave si funksionojnë, po me dëshirat hajde flasim sa të duash. Kjo është logjika. Dy gjëra që ta lëm. Zoti Balla. Që është një personi nga brenda dhe një personi nga jashtë. Dhe në rastin konkret, e vetmja turistnika brenda është lëvizja Saliani. Nga jashtë ne nuk e dim ende. Nuk e dim ende, apo e dim dhe bëjmë sikur nuk e dim. Nga jashtë është e ditur, është presion. Jo, flas për ata brenda, se ne e dim, flas për ata brenda. Presionin. Unë po them çfarë do prodhoj. Çfarë do të prodhoj patjetër. Ta shikojmë, duhet shkojë publicitet. Mund të jetë dikush tjetër i tretë. Do shkojë publicitet, do flasim pak për Arsela Minjer me ty. Sa po të kthehemi për të folur për ato që ndodhi sot, ose më saktë ato që nuk ndodhi sot. Takimin e Sali Berishës me McAllister, i themi pas pak. Dhuna dhe Molotovët nuk kanë vënd në një shtet demokratik. Në përfundim të vizitës dyditore në Tiranë, kreu i Komisionit të Jashtëm të Parlamentit Evropian, David McAllister, kritikoi protestat e dhunshme të opozitës, ndërsa bëri thirrje për dialog politik në një moment vendimtar për fatin evropian të Shqipërisë. We encourage political stability. Duhet të ketë më shumë stabilitet dhe dialog politik në vend. Shumica duhet krijojë hapësirë për opozitën dhe opozita duhet jetë më bashkëpunuese. Protestat e dhunshme nuk kanë vend në demokracinë funksionale. Pamjet e Molotovëve dhe fishek zjarreve të hedhura drejt godinës qeveritare kishin shqetësuar kreun e delegacionit prej 9 antarësh të Parlamentit Evropian, i cili shmangu takimin me kryedemokratin Sali Berisha. When we travel Kur udhtojmë ne takohemi edhe me udhëheqjes e përfaqësues të opozitës. Sot jemi takuar me 3 përfaqësues të Partisë Demokratike dhe të tjerë të partive opozitare. U takova me Bardhin, Tabakun dhe Vokshin, por nuk do të takohem me Berishën sepse pas takimit me ju do të shkoj direkt në aeroport. McAllister refuzoi të komentojë çështjen e zëvendës kryeministres Balluku, ndërsa nënvizoi se rasti duhet të hetohet plotësisht. I am not in a position. Nuk jam në pozicion të komentoj një çështje individuale, por kjo nuk është thjesht një çështje ligjore, por dhe përgjegjësi politike që duhet të zgjidhet nga qeveria shqiptare. Kam thënë aq sa mundem sepse duhet hetohet plotësisht. Nuk jam në gjendje që të adresohem politikisht, pasi çështja është ende nën hetim. Vetë McAllister refuzoi të jepte një koment për ndryshimet e propozuara nga shumica në kodin e procedurës penale, ndërsa ambasadori Gonzato dha këtë përgjigje. Ne i ndjekim nga afër të gjitha nismat e qeverisë që lidhen me shtetin ligjor, që të mos prekin reformën e drejtësisë të vitit 2016, nisma të tilla, sa i takon ndikimit që kanë në këtë rast, nuk do kisha një koment. Nga Tirana, kreu i delegacionit rikonfirmoi dhe mbështetjen e Parlamentit Evropian për rrugëtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, duke vlerësuar hapjen e të gjithë grupkapitujve dhe reformat e ndërmarra. Mirë, rikthehemi pas
kronikës që përshkruaj atë që ndodhi sot, ku e thënë me pak fjalë edhe Molotovët u shpallën non grata, McAllister i cili e thot troç që shmangu takimin me Sali Berishën, në një farë mënyrë edhe të kauza me cilën po ngrihet protesta e jave të fundit, thot çështja e drejtësisë nuk merr me rastin konkret, merret drejtësia një dhe sigurisht është dhe përgjegjësi e qeverisë, pra i lë zgjidhjen politike e lë në tryezë zotit Rama, pra nuk e lë në bulevard apo Varseta, dhe temi këtu flasim për atë rrethimin tjetër që është më i dukshëm, është jashtë PD-s, po është i dukshëm që është temi izolimi ndërkombëtar ndaj lëvizjes zotit Berisha, pra protestave me thënë vërtetën që i bën vetëm Partia Demokratike, asnjë parti tjetër në një vend perëndimor nuk i bën, protestat me Molotov i bëjnë grupet e interesit, mund ndjekin e ndërtesa. Jo edhe grupet e interesit, më ndjekin fermerët e po. Hitleri kur do gjera shtagun, pastaj vajti u fut në zgjedhje. Ti shkon ekstrem. Ti shkon ekstrem. Ka një lloj ekstremizmi në qasjen e vet. Ka protesta. Po le temi, ishin disa tulla që ngriti McAllister në plus në atë murin e izolimit ndërkombëtar. Besoj zoti Berisha, se e tha ajo të Partisë Demokratike, Partia Demokratike unë e takoj, po jo zotin Berisha. Ishte shumë taktike lëvizja. Ideja është më duk goxha interesant për faktin që ka një lloj diskrecionin përgjithësi, duke qenë se takimi ka ardhur si rrjedhë e procesit të negocimit. Pra, fillimisht kanë qenë në Podgoriz ditën e djeshme, sot kanë ardhur në Tiranë dhe për mos e instrumentalizuar siç bën rëndom, destabilizuar realitetin politik dhe pesha më e madhe rambi liderin opozitës, sepse një nga delegatët, pra kryetari i delegacionit, refuzon të takojë liderin e opozitës dhe kjo ishte një shfaqsim, pra fakti që ai tha ka udhtimin dhe duhet lëviz për në aeroport. Nuk u lot shumë të duket si shfaqsim, u duk më shumë si batutë. Ishte më shumë si batutë. Po pra, nuk u lot fare. Jo shfaqsim, por ishte konfirmim. Ai konfirmoi gjithë dilemën që kemi pasur ne. SBA ka shpallur non grata, Britania e madhe ka shpallur non grata, po BE-ja... Nuk themi justifikim. BE-ja, ai tha që... Nuk e tha në mënyrë të drejtë për drejtë që unë nuk dua ta takoj, sepse për këtë arsye, po e justifikoj që unë do të lëviz. Ai tha, ne kemi takuar Partinë Demokratike, kam takuar Tabakun, Vokshin dhe Bardhin. Zotin Berisha nuk e takojta se do kap avione. Do kap avione. Pra, kjo ishte... Do kap avione, sepse pas kësaj tha do të shkoj, do të iki drejt në avion. Pra, unë do të iki dhe nuk kam kohë të kthem të takoj Berishën. Kjo është e muhabet. Që ta përfundoj. Dhe në jo, ideja optikën është time... nuk u duk justifikim. Ai e tha si batut, por ishte pohimi refuzimi. Justifikuese, po them, po ishte pohimi refuzimi. Dhe kjo tregon fare pesha e përgjegjësisë. Nuk është vetëm tek reforma dhe tek fakti që ne duhet i kushtojmë sot vëmendje mos cënimit të drejtësisë nga politika. Është fakti që këtu duhet ketë një bashkëpunim, si mazhoranca për ta ftuar opozitën në bashkëpunim në atë që ai cilsoi shumë të rëndësishme, reformën zgjedhore. Është baza. Dhe duke patur sot që opozita bën numra për të shkuar në tryezë për bashkëpunim, sepse mazhoranca ka bërë thirrjen e vet, këtu përgjegjësia bie dhe mbi vetë opozitën, që po shkakton polarizim të mjedisit politik, po shkakton destabilitet dhe nga ana tjetër nuk po tregon bashkëpunim për reformat që lidhen me dhe pastaj foli me gjuhën e vet të diplomacisë për të çuar përpara të gjithë ato komponentë dhe